Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në debatin dhe përplasjen mes akuzave që i bëhen Islamit dhe tendencës për të nalë hovin e përhapjes së Islamit anë mban globit, gjejmë edhe këtë diskutim që bëhet në rrjetet sociale. Për shembull, kemi deklaratën se Islami është i rrezikshëm dhe ask me I am from Yemen. Unë flas sepse jetoj në Yemen. Është një tentativë për të përfaqësuar se kinse muslimanët sot e shohin Islamin si të rrezikshëm dhe vuajnë prej tij. Që t'jep përgjigje këtij anonimsi, Paul Williams, free monotheist i lirë, me emën dhe me mjemën, akont i verifikuar. Që thot, Islami është e vetmja ardhmëri për njerëzimin. S'ka ardhmëri tjetër. Pyete mu për Islamin, unë jam vi nga Anglia. Do thot, nëse del dikush prej shqiptarëve e praktikë Islamin dhe mendon se me atë bën ndonjë akt ndryshimi ose friksimi ose pengimi të përhapjes së Islamit, gjithsesi nuk bën akt kombëtar ose adhetar asesi, megjithëse ata mundohen me dal me flamurat shqiponjës në kiqat e tyre kur promovojnë një lloj ndryshimi të nga ateisti, nga ignoranti në një krishter i cili pikpyetja sa kemi qenë krishter i zellshëm ose besimtar i vërtet edhe në katolicizëm, kemi na njerëz në perëndim që janë njerëz me emra të mëdhej, figura publike, tituj shkencor, akademik, të cilët jo vetëm për vete që e shohin Islamin si zgjidhje, por është ardhmëria e botës. Islami me mësimet e veta, me udhëzimet e veta, me ofertën e vet, ajo është e vetmja që ka mundësi me depërtu dhe me i ofru zgjidhje probleme që ka njerëzimi dhe me qenë fe e madhe madhështore. Kur e shohim këtë, dhe thot se si sillen disa musliman shqiptar me emën musliman, që vijnë nga prindër musliman, po që s'kan pas lidhje me Islamin prej nga lindja deri sot, edhe do thot shpallin braktisjen e Islamit, apo dikush i kompleksuar në botën arabe, edhe shohim se si perëndimor njerëz me famë, njerëz të mëdhej pranojnë Islamin, neve na kujtohet ajeti kuranor në surën Muhammed, ajeti 38, ku Allahu Dhu Xhelal edhe shifni në sura që quhet Muhammed, domthonë i drejtohet besimtarve me një porosi të jashtëzakonshme që unë edhe ti ta kuptojmë se kështu ka më ndodhur në botë. Çka thot Allahu i Madhëshëm? U in tatawallau, nëse ju e braktisni Islamin, nëse ju ja ktheni shpinën Islamit, se Islami nuk është pronë e askujt, as e arabëve, as e turqve, as e shqiptarëve, as e pakistanazëve, as indonezianëve, askujt. Islami është fe universale e cila i dedikohet dhe i drejtohet të gjithë njerëzimit. Andaj Allah i Madhreshëm u thot njerëzve, in tatawallau, nëse ju ja ktheni shpinën Islamit, yastabdil qauman ghayrakum, ju zaventson juve me popuj tjerë jashta juve, thume la yakunu amthalakum, pastaj ata nuk kanë më qenë si ju. Do të thonë, Islami është dhunti, Islami është mirësi, Islami është fat që ne e kemi dhe ai neve na ka mbajt dhe na mban hala dhe ka e më mbajt këtë botën. Islami është për dhuntive dhe mirësive me të cilat Allah i ka përsos dhe i ka plusuar mirësitë e tija për mbar njerëzimin. Dhe përbuzja e kësaj mirësie nuk e dëmton Islamin, as Allahun e Madhreshëm. Ajo e dëmton vetë personin, ose e dëmton vetë familjen e tij, ose e dëmton vendin ku ai jeton, as si Islamin. Nëse ti e praktikon Islamin, zëvendësohesh me të tjerë që kanë më qenë më të mirë se ti, edhe s'kanë më qenë as pak shpërfillës të kësaj dhuntie se ti, se fundi i fundit edhe Islami nuk e duron në gjirën e vet një njeri që e ka emrin Islam e emrin musliman, ama nuk bën asgjë nga Islami. Islami do të pastrohet prej tij edhe tamam larg atë njeri, sepse nuk don Islami të ketë në gjirën e vet njerëz me emra muslimansh e me vepra jo muslimansh, ajo që në gjuhën e fesë quhet munafik, dyftyrsh, hipokrit, i cili shtiret si musliman ama veprat e tij si ka. Ani shko ti ku i ke venin, ku du shko, veç mos u shti se je musliman. Sepse Islami pranon të jesh besimtar mëkatar, po të mundohesh të krysh obligimin e Islamit. Islami kërkon që të jemi na besimtar të devotshëm, që të jemi shembullor të gjitha mejdanet e jetës sonë, ama
Këtë kategori i pranon, që është besimtar i devotshëm, kjo është ajo që kërkohet, të jesh besimtar i cili kryen obligime ndaj Zotit dhe ke mëkate dhe këtë e pranon sepse është e natyrshme për njëri të dopt, ama asesi nuk e pranon munafikun, hipokritin, dyftyrshin, i cili shpreh si musliman, vjen nga një familje muslimane, han baklav për Bajram, ama s'ka nga Islami asgjë, thotë ti hec atje ku don me shku, hec shko ku e ki vendin, mos rri në tufën e Islamit, sepse s'ki vend aty dhe pastrohet Islami për këtyre njerëzve dhe rrim rahat pastaj mes besimtarëve të devotshëm dhe besimtarëve mëkatar dhe bëjmë bisedë e këshillohemi mes vete që të gjithë bëhemi të devotshëm edhe të jemi më të mirë te Allahu xhall. Edhe një herë po them, kush do me braktisë Islamin, e braktis. Nuk dëmton Islami pse ti e braktis, e dëmton ti vetën tonë. Edhe dije një sen se ti e braktis Islamin, vinë me dhjetra të tjerë që pranojnë Islamin dhe ata pastaj nuk janë si ti, sepse ata janë intelektualisht më të ngritur, janë më të suksesshëm në karrierën e tyre, janë dobishëm për familjen dhe shoqërinë ku jetojnë ata, janë akademik, janë njerëz që lënë pas vete trashëgimi të madhe dhe normalisht kanë krenarinë me Islamin, e cila shumë është e rëndësishme që unë edhe ti edhe çdo musliman i vërtet ta ketë, edhe të mos ndikohet nga këto goditje të ulta në nbel që i bëjnë figura të caktuara duke menduar se kështu kanë me dëmtu Islamin apo kanë me nal hovin e thirrjes së Islamit, e cila çdo herë që luftohet ajo kthehet edhe më fuqishëm me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal. Andaj kushdo që praktikon Islamin le ta dinë se Allahu ka mizavendësuar ata me një popull tjetër që s'kan me qenë si ata dhe domodin kanë me dhënë kontribut për të pa hajrin edhe Islami, po edhe bota në përgjithësi. Allahu Dhu Xhelal na i forcoft komën këtë fe, na bëft qelës i hajrit dhe duri i sherrit, i ruajt besimtarët nga këto manipulime që bëhen, e inshallah të vazhdojnë me kontribu edhe për të mirën e Islamit, edhe për të mirën e vatanit, inshallah. Do t'i shpëlbeft. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.